ti u takove me jogan? Pse u takove me jogan? Kur e kom përfundu shkollën për make-up, e kom hapë një studia. Mirë, po kur e kom hapë në studion ka qenë viti 2019 fund vitit, edhe në 2020 kemi hi në karantinë. Okej. Do të thëtë ka qenë... Prej pandemis, pjo. Po, prej pandemis, nuk ka qenë koha me e mirë për me hapë studion. Unë gjatë asaj koha unë e bëjsha privat, kështu për veti, kom bo yoga, dhe kom vrejt që po më nimon mentalisht shumë, sidomos për angth, për stres. Edhe tash, kur e kom dorëzu studion, kom vendos me mbyllë dhe me punu vetëm freelance, veç me gjirime dhe me shtisene, ka qenë ndjenja e dështimit shumë e madhe, se u dasht me mbyllë studion. E përjetove keq? Shumë keq e kom përjetu, edhe mandej jëm kap shumë një yoga, se që aty e kom gjetë një mbështetje, edhe... Ashtë vërtet, do me thonë që ata që bëhen trajnerët jogas, mas pari kalojnë vetë në përdo periuda vështira, mas pari vetë bëhen për joga e tani? Po në rastin tem që shtu ka qenë, se e kom pa që po më dimon edhe mandej kom dasht me marë me bo trajnimin, me marë licencën si instruktore, po në fakt nuk e kom pas qëllimin me jepë mësim, me bo instruktore, po kom pas qef me mësu për veti, që me ditë mi praktiku ushtrimet frimarjes, kur kam nevoj une, edhe në momente kur më kap stresi, kur më kap ankthi. Po mandej u zhvillu qështu situata, u hap një vend i lirë në qatë salën, në qatë shkollën ku e kom kry, si instruktore, edhe... Se po thu kur më kap ankthi, ke përjetu ankth? Kom pas një fazë bëjgje sfiduse që kisha adin panika, ankth. Besoj që se cili njeri e ka një fazë pak ma sfiduse gjatë tjetës vetë, po tash të zgjedhim mënyrat në ndryshme për një te kalu. Po, sidomos ushtrimet e frimarjes. Se na shumë shpesh nuk e mendojmë mënyrën se si jemi të marë frymë. Edhe vetë frymarja mundet me na shti në një panik, edhe me na qëtsu, edhe me na nëzirë prapi panikës. Se ka edhe mënyra, ka teknika të frimarjes, të cilat të binë me një pikë që trupi është në panik, që për me liru emocionet këqia, me qajt edhe me liru gjitha, edhe ma ndej mu këthy prap në një bazë neutrale.